gjithë kësaj bashkie të re, e cila është një Hey Eddie, Zach said hi. se si mund të marrësh një territor dhe ta shkatrosh tërësisht. Është një shembull rrënqetës i asaj që të bën Partia Demokratike, po i dhe në i punë për të mbaruar. Janë 5 komuna këtu, të cilat janë një dëshmi ulëritse e faktit që Partia Demokratike është një forcë që duhet mbajtur në parlament për llafe, por nuk i duhet dhënë punë. Sepse kudo ku i jep një shesh, bëjnë një përshesh. Sepse 2 herë që patën mundësinë ta qeverisin Shqipërinë, një herë e fundosën në ngërmada dhe piramidave, dhe herën e dytë për pak na hodhën në umnerën e borxheve dhe të kolapsit energjetik. Por akoma më keq, akoma më zi, akoma më për turp në për komunat ku drejtojnë. Drejtojnë nëpërmjet ca gallarësh ordiner, të cilët nuk kanë bërë asnjë punë tjetër përveç se janë marrë me grabitje pyesh, me grabitje kullotash, me grabitje tokash, me tjetërsime pronash, me grabitje fondesh, dhe unë po ju siguroj për një gjë, që mbas 21 qershorit kryetarët tanë bashkive do të bëjnë auditimin e gjithë veprimtarisë së komunave, dhe këta gallarët e Belshit do të ballafaqohen